Prodhimi i mjaltit në vend po rritet ndjeshëm nga viti në vit, ku efekt kanë dhënë edhe masat e mbështetjes nga skema kombëtare. Në vitin 2024 u regjistruan mbi 587.000 koshere dhe rreth 5.940 ton mjalt të prodhuar, me një rritje prej 5.5% në krahasim me një vit më parë. Ndërsa për gjatë 2025-s janë subvencionuar mbi 3.500 koshere bletësh. Një nga përfituesit është edhe bletërritësi Haxhi Miftari nga Maqellara, i cili mbashton rreth 800 koshere bletësh të organizuara në 6 parqe të ndryshme, duke prodhuar mjalt cilësor made in Albania. Unë jam Haxhi Miftari nga fshati Klopçisht, Maqellara. Në total kemi një numër për 800 koshere afërsisht. Rregull për mjaltin cilësor, është i padiskutueshëm. Kjo është një nga zonat më të mira në qarkun e Dibrës për të grumbulluar mjalt bletër. Skema kombëtare e mbështetjes në bujqësi 2025 parashikonte financim prej 1.000 lekë për zgjuar për 50 deri në 150 zgjoje bletësh, 50% financim mbi tavanin 150 zgjoje dhe 100% financim për çdo antar nëse grupohen në bashkim operatorësh me minimum 7 antar. Skema u jep përparësi këtyre grupimeve, ndërsa pjesa e mbetur e fondeve ndahet në mënyrë proporcionale tek aplikantët e tjerë.